Përshëndetje të nderuar miq të mi, ja ku po takohemi përsëri në kanalin Monitor TV. Duke sjellur pranë jush një ngjarje shumë interesante në shtëpi, një sfidë që banorëve u erdhi nga vllau i madh. Mura në shtëpi, lopa të cilën e pagzuan me emrin Mura, banorët krijuan një emocion, krijuan një ndjeshmëri, krijuan një lidhshmëri shpirtërore të madhe me Murën. Mura ishte e pranishme në për të gjitha emocionet e tyre, Mura ishte e pranishme në për të gjitha momentet e tyre, Mura ishte e pranishme në për të gjitha pasionet e tyre. Jozi u shëndrua si një veteriner apo si një baba i Murës, sa që të gjithë banorët e kishin Jozin fenomen. Në momentin që Mura iku nga gardi, ishte Gerta duke vrapuar ndaj Jozit që Jozi iku Mura. Në momentin që Mura do ishte për të pjellur, të gjithë vraponin pas Jozit sikur Mura ishte sikur Jozi ishte shpëtimi i Murës. Do me thënë Mura ishte një lidhshmëri dhe ka dhënë një super spektakël, banorët ditën ta menaxhojnë shumë mirë punën, ditën ta afrojnë shumë Murën dhe Mura vërtet u ndje shumë e dashur në atë ambient. Gerta sot po debatonte me Jozin edhe po i thonte që duhet të lajm të gjithë organet edhe çarçafët sepse po vjen ere të çmendur, ndërsa Jozi i tha që mos u bezdis fare, tha se me lop jemi rritur e nëpër bagla jemi rritur dhe nuk është ndonjë gjë e keqe që po vjen era e Murës. Por gjithsesi, tashmë Mura ka lënë shtëpinë. Banorët sot të gjithë duke qartë, të mërzitur, sidomos Gjesti i cili pati një lidhshmëri shumë shpirtërore me Murën, u mundua që të largohet Mura nga shtëpia. Do me thënë, Jozi ka marrë ka dhënë në fakt një super spektakël për lidhshmërinë që pati me Murën dhe për ambientin. Kujtëm që ato fletën një natë pranë Murës, do me thënë kanë dhënë shumë spektakël. Si gjykoni ju Jozin në këtë lojë? Dua të marr mendimin tuaj.